Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë për tu fokusuar tek detajet. Në punë ke mundësi të korrigjosh gabime dhe të bësh një paraqitje të mirë para e prorëve. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keq kuptim të vogël. Demi. Energjia është në anën tënde. Me diellin në shenjën tënde është një moment i mirë për të vendosur qëllime personale. Romanca është e ngrohtë dhe e qëndrueshme. Koha për të treguar ndjenjat. Binjakët. Mund të ndihesh pak më i mbyllur emocionalisht, por kjo është një kohë e mirë për reflektim. Në punë, një ide e vjetër mund të marrë formë të re. Kujdes me fjalët në marrëdhëniet personale. Gaforia. Lidhjet shoqërore janë të forta sot. Ndoshta merr një lajm të mirë nga një mik apo bashkëpunëtor. Është një ditë e mirë për të bërë plane për të ardhmen. Kujdes me financat. Luani. Karriera kërkon vëmendjen tënde. Dikush mund të vëzhgojë nga afër. Jep më të mirën. Në dashuri, je më i rezervuar se zakonisht. Jep kohë dhe mos nxit gjërat. Virgjëresha. Hëna është në shenjën tënde. Kjo të jep një ndjeshmëri të lartë dhe intuit të fortë. Merr kohë për veten. Mund të ndihesh më i lidhur me partnerin emocionalisht sot. Peshorja. Mund të ndihesh nevojën për qetësi dhe reflektim. Një çështje e vjetër mund të kërkojë mbyllje. Në marrëdhënie, sinqeriteti është çelësi për të shmangur tensionet. Akrepi. Marrëdhëniet shoqërore janë të favorshme. Një takim i papritur mund të sjellë energji të reja. Në punë, bashkëpunimet janë çelësi i suksesit. Je më i hapur ndaj ideve të tjera. Shigjetari. Fokusi është te karriera. Mund të vijë një mundësi për të treguar aftësitë. Jeta personale kërkon më shumë ekuilibër. Mos harro ata që të mbështesin çdo ditë. Britsjapi. Planifikimet afatgjata janë të favorizuara. Një ditë e mirë për të menduar për studime, udhëtime apo për të mësuar diçka të re. Partneritetet janë të qëndrueshme. Ujori. Sot thellësia emocionale është në qendër. Ndihesh më intuitiv se zakonisht. Në marrëdhënie do kuptosh diçka që nuk e kishe vënë re më parë. Mbaje mend, dëgjoj më shumë se sa flet. Peshqit. Një ditë e mirë për çështje sentimentale. Mund të ndjesh më shumë lidhje me partnerin ose të takosh dikë të veçantë. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate të mira. Horoskopi në Top Albania Radio.